Miqtë e mi, mirëdita dhe mirë se erdhët në transmetimin tonë të drejt për drejt, si çdo mesditë. Do jemi në shoqërinë e emisionit Me Zemër të Hapur dhe ditën e sotme kemi vendosur të trajtojmë historinë e një zonje 53 vjeçare. Ajo aktualisht ndodhet në shtetin grek. Megjithatë, historia e saj familjare është shumë të rënditse. Vetëm në korrik të vitit 2024 ajo humbi nga kjo jetë bashkëshortin dhe në korrik të këtij viti me datën 1 korrik 2025 nuk kanë kaluar pothuajse as 3 muaj ku zonja ka humbur edhe vajzën e saj 31 vjeçare. Megjithatë, vajza ishte divorcuar nga bashorti i saj që në 2020-ën. Mollë sherri në këtë familje duke mos e lënë familjen të kalojë të gjitha proceset e një vdekje shumë të rënditse, por edhe të dy vdekjeve një pas njëshme, është pikërisht një makinë. Kush është historia e kësaj familje? Ndiqni materialin e përgatitur nga kryeredaktorja e emisionit Me Zemër të Hapur Anila Akmataj dhe si ka mundësi në këtë proces zije të paktën palët nuk respektojnë njëra tjetrën. Një makinë bëhet mollë sherri. Ndiqni materialin. Historia që do të trajtohet ditën e sotme në studion e emisionit Me Zemër të Hapur ka të bëjë me një zonjë e cila pas vdekjes së të bijës në moshë fare të re ka nisur një konflikt të fortë me ish-dhëndrin, i cili ka qenë i divorcuar nga vajza e ndjerë që në vitin 2020, zonja Drita shprehet se vajza ka vetëm 3 muaj që ka ndëruar jetë dhe ende pa u mbyllur plaga. Ish-dhëndri ka nisur një konflikt në familjen e tyre, kryesisht ndaj djalit të saj, duke akuzuar atë se i ka marrë makinën dhe se ka dhunuar djalin e tij, por nga ana tjetër, zonja Drita shprehet se makina ishte e blerë nga djali i saj dhe ja kishte lënë në përdorim motrës së ndjerë e cila e përdorte për problemet e saj. Pas vdekjes, makinën e mori sërish djali dhe nga ky moment nisi një sherr i cili përfundoi në kërcënime dhe në denoncime, shprehet ajo. Ndiqni rrëfimin e Dritës. Skandalet, absurditetet në Shqipëri nuk kanë të sosur dhe të mos respektosh dhe atë që largohet nga kjo jetë përpara 3 muajsh në moshën 31 vjeçare, pavarësisht se në 2020-ën mund të jesh divorcuar nga e ndjera, të gjitha këto mund të ndodhin vetëm në Shqipëri. Me mua në studio për të ndjekur rrëfimin e ndjerë të një nëne që një vit më parë ka humbur bashortin dhe vetëm përpara 3 muajsh të bijën 31 vjeçare, zonja Margarita Kola, avokate dhe ndërmjetëse. Një zë i fortë qytetar, intelektual. Përshëndetje zonja Margarit, mirë se erdha. Faleminderit për ftesën e vjes. Pash edhe reagimet e tua, në fakt teksa kryeredaktorja e emisionit Me Zemër të Hapur Anila Akmataj kishte shfaqur kronikën e saj të përmbledhur sepse detajet do t'i dëgjojmë nga kjo zonjë dhe e përshëndesim menjëherë zonjën Drita nga Greqia. Zonja Drita, përshëndetje. Edhe unë përshëndes përzemërsisht. E përshëndet avokate, ne të përshëndesim të dyja bashkë ty zonja Drita, je 53 vjeçe, e theksoj për gjithë ata që po na ndjekin në transmetim të drejt për drejt për të kuptuar se hallet dhe problemet tuaja nuk kanë të sosur çfarë shpreh dukshëm edhe në portretin tënd. Zonja Drita, nga të ngushëlloj më përpara. Ngushëllimet e mia më të sinqerta, fillimisht për humbjen e vajzës dhe po ashtu edhe të bashortit. Nga korriku në korrik, nga 2024 në 2025 ke humbur njerëzit më të afërt të shpirtit tënd. Po. Nuk kanë kaluar 3 muaj. Nuk po lën hallet e tjera. Është absurde që makina të bëhet mollë sherri për të mos respektuar dhe procesin e zis në familjen tuaj. Nuk e di. Nuk e di, kur ka ba 3 ditë vajza, erdhën te barret, si shkojmë te barret, solli djalin. Edhe ta unë jetoj në fjalë në Korçë, se vajza ime ka bërë transplantin, kërkuam ndihmë në televizor, ftesë në 5 në Top Channel. Po. Ku ju mlodhen 80.000 euro. Ka qenë mësuesja nga Bilishti Dreneda Abdi, se kanë pas profesore vajzën, biologji kimi. Qartë, e njohim rastin, e njohim shumë mirë. Po. Kur vajza më ndrojmë fjaljet, se mamoj thash të mori që mi doli në kokë, se mushkëri që ja preku 15%, motet e mia ja blen oksigjenin, e kam në shtëpi, oksigjenin,
Dhe kërkoj se kush ka nevojë, do t'ja dhuroj në emër të vajzës time. Po. Din me djalin, se mua qatë ditë në barrim mu ma mori djalin. Ashtë ta prona ime. Pra, le të ndalojmë pak me një korrik, vetëm të 2025-ës për para 3 muaj e pak, ju keni humbur vajzën. Historia e vajzës tuaj është bërë shumë publike në fakt, ajo ka qenë mësuese me profesion, por nuk ja doli mban në luftën e saj me kancerin. Po, ja hodhi nga leuqemia se bëj transplantin ja dha djalin. Okej, ja, do ta marrim me radhë. Atëherë, përpara se ne të dalim të gjitha këto, një shprehje na bëri çudi dhe reagoi me njëherë avokatja, por ne do kuptojmë nga këndvështrimi një nëne historinë e vajzës tuaj të ndjerë. Pra, ditën e varrimit, ish dhëndri juaj, ish bashkëshorti, sepse vajza që në 2020 ishte divorcuar me bashkëshortin e saj, me babain e djalit. Ai erdhi dhe çfarë tha për djalin? 12 vjeç? Vajzën e kisha marrun që në korrik, me 29 korrik të 2019 kisha marrë në shtëpi. Po. Pastaj, në dhjetor hapem gjyqin, Po. Vajza atëherë ishte në spital. Po. Kur ishte nga mbate kimioterapia në Tiranë. Po. Lam prokur avokatës tonë, Po. që kishte vajza, dhe në 2020, me 22 janar 2020, u ba me letra divorci. Por, vajza ime nuk ka lanë me kaq ai edhe me urdhër mbrojtje, u dash 4 herë të rrishte barbarisht, me zor ka marrë një herë urdhër me mbrojtjes. Po. Këtë unë e kam thënë edhe në televizor, po të hysh në YouTube të shikosh, 5 në 5. Po. Kam shu deri ambasadores amerikane, kërkonja drejtësitë ajo, që ai deri pasaj 8 muaj burg, që më rrahu vajzën barbarisht, sa po kishte dalë nga kimioterapia në Tiranë. Po. Ashtu dhe. Pra nuk e hyrin punë edhe urdhri mbrojtjes. Shkoja në komisariatin e Debodhit, ato asnjë gjë merrin e linin. Tash më ka hapur problem me djalin. Me makinën. Makinën mu ma ka sjell djalin. Përpara se dalim tek problemi i makinës, të lutem zonja Drita. Duam të dim, dhëndri juaj ka marrë pjesë në varrimin e vajzës? Ish dhëndri. Po, ka marrë pjesë e vajza ime, mami tha unë ka marrë atë rrugë dhe dua t'ju lënë në paqe, mos shkoni më për gjykata. Po. Se vajza ime mos kishte bërë fjalë marrëveshje ose mirë kuptime me atë për hir të një fëmie, ndoshta do kishte vdekur në për gjykata vajza ime. Ai nuk la, vajza ime vajti bëri transplantin, iku fjalë banale, nuk e di shtëpia kur tërë bota dinte se nëna ime ishte në Turqi të bë transplantin. Erdhi vajza në 25 shtator, mu merr policia e Debodhit me datën 27 shtator. Ku jeta, ju thash që unë po largohem nga Debodhi, po shkoj të jetohesh në Korçë. Si kishin thënë doktorat e Turqisë, kur të kthehesh Dreneda, nuk do rish as edhe një ditë atje ku je sëmur. Do të ndrosh vendbanim. Edhe unë gjeta shtëpi në Korçë, me qera, dihet ajo se me 2 sëmur në shtëpi. Po. Më merr telefon policia e Debodhit. Keta gjyqta sotën në 12. Përse? Dhëndri jota ka përgjithë se ti tha e ke rrahur. Pra edhe mua më ka thënë sikur kam rrahur unë. Kërkonte urdhër mbrojtje prej mejet. Po. Edhe vajza ma t'ishe shojmë në këto tha gjera, tha mami, ma mirë tha, date për kape, ndjem tha djalin, Drenita tha si të ndjesh rehat ashti. Po. Edhe duke dhënë shpirt mami, si që kam nënë, tha në paqe, tha mamë, sa është një erkidi, tha nënë edhe nuk dua ta lek kokën me njën të fëmijënta prej babës vet. Drenita, unë tash jam dakord çfarë vendos ashti. Mirë, po ky zotnia të shi, këtë mirë kuptimin e vajzës time, po që ajo ka bashkëtuar me mua, gjatë që nuk është e vërtet. Ai ka në shpinë time, ka shkuar Drenida, thash se ja merrte djalin, shkonte pas djalit. Mami thash dua të fitoj më shumë kohë thosh me djalin. Se thash mund të qerrohem, mund të shurdhohem, thash mund paralizohem, thash nga kjo sëmundje, thash edhe dua thosh prit më shumë me djalin. Ti si është Drenida? Në fjalë, shkonte vajza, binte edhe ai. Po kur shikonja të betohem, mbite apo se thojt në fyt. Trosh muhabeti, se kujtoja që mi kishte punuar fëmijës tim, kur fëmia im ai ishte në spital, edhe kërcënonte vajzën time edhe në spital, e dinë doktoreshat e Tiranës. Ka marrë në telefon komisariatin nëmër 2 ose 4 që është afër spitalit të Nën Tereza, të 6 kaçi që i thoshin. Kur e kanë parë vajzën time duke marrë gjaka atje duart në kokë, ilëm njëri nga ato tha ta kisha pas aktu, ne kisha shtyra si limoni, tha të meta me një të sëmur, tha me kancer.
Nëse ai në fjalë këto që vajzën po bashkëpunonte me atë, rregulloi marrëdhëniet, në fjalë që mos kishim më sherrë debatin të tash, ai tha bashkëjetonte me mua, tha isha ndarë me letra me gruan time, por ajo bashkëjetonte me mua. Gjatë që nuk është e vërtet. Unë jetonja vetë me vajzën time, me burrin tim dhe me nipin tim Erkidin. Po. Derisa më kam ndruar jetë burrim. Po. Pastaj kur ndrovi jetë burrim, jetova me Drinetën me nipin tim. Unë punonja vetë. Punonja jashtë shtetit në Zvicër si dato me gjithë vajzën e vogël timen. Kam punuar në bilisht të hotelet të Montre Luksi. Kam punuar në Greqi, në Tilos, kur është afër me Turkun. Pra unë jam me zoja Krahutim e kam marrë ti me bi vetë. Se ai akoma është 43 vjeç, akoma është në pension të nanës vetë ai. Ai akoma e merr t'jamës lek për cigare. Çfarë do të motë vajzën time ai? Apo të vajza ime keton të atje... A mori pjesë në varrimin e vajzës tënde të ndjerë? Mori. Kush e lajmëroi? Kush e lajmëroi? Po e të thash, hynte e dilte. Mora djalin se ai e kishte marrë, po, se kishte marrë djalin, po them. Dhe atë ditë shkëputëm një thënie të zotrisë në fjalë, që pati reagimin edhe të avokates. Atëherë, çfarë tha për djalin? Ashtë pronë e imja, dhe që të bëjt 18 vjeç, do bëj dhe do thot, do bëj me fjalë siç them unë dhe siç dua unë. Prandaj po e kërkon dhe makinën, se e trajton si djali pronë. Pra, zonja Margarita që është njohur me rastin tënd me të gjitha detajet, thot prandaj po kërkon edhe makinën ai, sepse ashtu siç trajton djalin si pronë, kërkon edhe makinën dhe nuk u lë ju të qetas në këtë procesin e ZIS, të respektojë të paktën nga kjo jetë largimin e vajzës së ndjerë. Megjithatë ai e ka torturuar edhe gjatë kohës kur ajo ka qenë duke lënguar në shtratin e vdekjes, kështu që është e kohë të flasim për këtë zotëri që vetëm emrin nuk e ka të tillë dhe unë nuk e di se si do rritet ai fëmijë me këtë baba. Biles ta tillë tha edhe Irini Luarasi, nuk e se ka emrin ajo kur vajza ishte në studio. Irini Luarasi, po. Po, vetëm ati sa mos u thoj zotëri, sa qofta një sa zonjë, një ti sa Drinetat, ajo ai ta zotëri. Edhe me shumë të drejtë ka thënë. Edhe vajza juaj vërtet ka qenë një zonjë. Sepse edhe intervistat e asaj kanë qenë brillante që kanë prekur zemrat e të gjithë shqiptarëve, të cilët më pas ku e merrte të forcën vajza ime, ditë nga spitali i Tiranës të nesmen, shkonte në Tiranë në të sporti me djalin, se e kemi me sportin djalin, e kanë zgjetë 25 janë pjale kombëtares. Një herë në muaj, 2 herë në muaj djalin e çonte nëpër Tiranë, cilët nga spitali. Mami thot, dua të rithot pranë në çdo hap të djalit tim. Ditët kam prymen. Në fakt mua më vjen keq që ajo nuk ja doli mban kësaj lufte edhe pse ishte një vajzë dhe një grua jashtëzakonisht e fortë, thash, historia e saj ka prekur zemrat e gjithë shqiptarëve, të cilët e ndihmuan, por ajo nuk e fitoi dot këtë betejë në një korrik të 2025-s vetëm përpara pak muajsh. Megjithatë, edhe në shtratin dhe në lëngimin, edhe në problemet shumë të mëdha shëndetësore që ajo kishte, është torturuar pikërisht nga ai i cili e praktisi ju thatë në korrik të 2019-s, vajzën e kam pas në shtëpi. Po e kam marrë në shtëpi me gjithë djalin. Me sa duket muaj korrik quhet një muaj i mallkuar edhe për ju, apo jo? Po nuk mund të them se kur thuan ato janë punët e Zotit. Po në muajin korrik ka ndodhur të gjitha çuditërisht, të gjitha fatkeqësitë në jetën tënde. Ka ndodhur prapë them këto janë provat e Zotit, nuk A mund të më thuash kur është hera e fundit që ke komunikuar me nipin 12 vjeç? Me djalin plas me kamër edhe me mesazhe. Si është gjendja e tij emocionale? Po si është, po ashtu, nana kur do vitë me Erkidi, po pritin a duhen të para, të ti thëm shkon në për Tiranë, do rritesh, ke shpenzime të tjera. Si po e përjeton ai gjithë të situatën? Në gjithë të situatë viktima e vetme është ai fëmijë. Djali. Po ai prandaj përfiton. Disi prandaj përfiton edhe ai nga djali, gjithmonë ka përfituar nga fëmia. E qartë. Është një fëmijë në mes, është një fëmijë në mes, nuk dua që ai fëmijë të vuaj. Mirë, do ndalojmë pak bashkë dashur tek konflikti i makinës. Çfarë ndodhi? Kur ka filluar ky konflikt që më pas ka degeneruar edhe në dhunë, edhe në kallëzime në polici? Po, kur ka bërë 3 ditë vajza, erdhi në fjalë me djalin, shkum debarret, si mas sadeteve.
Edhe I thot djalit, hajde thot ikim me babin to se kemi makinën në parkim. O tha më Edi, ku ke këtë makinë thashë në parkim? Sa kam parë? Makinë janë makina jonë, është makina kujshive. E kam jo tha, kam të një shokut. Ai si duket që pas ka pa planet pam te kur vajza ime për të marrë pronën e djalit tim. Dhe fillon të kaloj kohë. Ai pastaj kur vjen policia, unë këtë policia shkon te djali, kish bë kallëzim penal se më ka ra djalin dhe më ka bjerë makinën në shtëpi. Gjë që nuk është e vërtetë. Makina është e djalit tim. Makina ka punuar në Belgjik, biles që 13 vjeç ka qenë për rrugët e Greqisë djalim. Pastaj ka marrë rrugët në Belgjik. Pra këtë makinë ka bler djali yt, I cili më pas ja dha në përdorim motrës. Po. Vajza juaj ndroi jetë. Ku ngeli makina më pas? Djali im kish marrë një kredi. Po? Te Credo. Po? Dhe mos ja meshin ja dha të motrës. O ne dha ta jap ta vllajta kaloj te ty. Ja kalovi. Kur vajten te një notel ja dhuroi akt përdorimi çfarë bën? Ja dhuroi apo akt përdorimi? Një minutë. Kur vajti I that në çal fjalesa motrës në përdorim, nuk bëhet ajo notore apo notere, nuk e di djalime di se ku ishin, por tha bata si shitje. Nuk jemi para një tjetrit, kur do t'ja marrë, merr sa prap, tha, se jemi një familje. Po. Dakord. Ja pas ka fut kot notere. I duheshin lekët e vajzës time se do ikte në Turqi. Merr dhe vajza kredite Credo. E shet një makinë, pa të bler një makinë vajza ime, se ja pa të cilë djali ime një BMW, ja pa të bler. Pa të bler në Durrës. Ju prish, ju dogj, nuk e di, edhe e lam të servisi lagjës. Do ta quaj 1 milion ta Dreneta tha këtë, tha 1.000 euro, do m'japish 3.000 euro të tjera tha mua, edhe t'jap tha makinën time. More unë dhe vajza te Credoja. E paguam këtë makinën, pastaj solli djali makinën e vetë në nëntor më vajza Credo, në nëntor, në dhjetor të 2022 e ka sjell djali makinën. Po. Pra e ka sjell, masi ka marrë vajza kredi, a sjell makina nga Belgjika. Qartë. Jo para, pra makina që thot ai zotnia që ka në vitin 2020. Çfarë diskutojmë kot vitin 2022? Ore nuk ka asnjë lloj të drejtë, po çfarë e kuptoj që jo më po se jemi, po ka teleshikuesi, pra jemi 20, diskutojmë 22-shin. Nuk ka kuptim fare nga analiza. Se pate reagime dhe tek noterja. Po pa tjetër. Po se nuk po duroj do tani se që janë gafat mëdha ligjore, çfarë janë këto që po bëjnë. Po zonjë, po. Po, vajza kish marrë kredi në 2020, në nëntor 2022-shit. Makina ka ardhur në dhjetor të 2022-shit. Pra ka ardhur një muaj mrapa makina që vajza ka marrë kredi. O zonjë, është ndarë, mos e konsidero fare që ke probleme dhëndrit. Atë ish dhëndrin tënd. Se në qoftë se ke probleme atë ish dhëndrin tënd, ka I probleme juve. Ju ti s'ke asnjë probleme nderuar as djali jot. Ai bën thjesht presion sepse në 2022-shin ishte I ndarë me gocën tënde. Regjimi pasuror martesor nuk aplikohet në këtë rast. Ja, të dëgjojmë pak edhe për policinë e shtetit. Thotë që I takon të djalit, e ka djalit. Jo, nuk I takon djalit, në qoftë se I takon djalit. Djali është 5 vjeç një herë. 12 sa mund të jetë. Tani në qoftë se I takon djalit ky zotria nuk e merr me kanun dot makinën. Të veti drejtohet gjykatës dhe të ndaj pasurinë në qoftë se është e tillë. Dhe nuk e merr ai makinën. Zonja Margarita. Vajza ime Dreneda nuk ka bler makinë, po them se Dreneda 5.000 po pra, do me thënë, kazusi, nuk ka kazus ligjor. Nuk ka fare kazus ligjor. Nuk ka material ligjor. Ai konsideron të birin pronë ditën e varrimit, imagjino do me thënë se juridike nuk ka kazus ligjor. Ka kazus njerëzor, po jo ligjor. 24.000 lekë të djetra ka pas Dreneda ime. O zonjë, mos u frikso fare, s'ke asnjë problem ti. Po të kuptojmë se kanë shkuar në kallëzime penale tani. Jo moj, ai tani meriton një kallëzim penal për kallëzim të edhe ta shikojmë. Ta dëgjojmë, po, zonja Drita. Ka djalit me datë 23 shtator, I ka shkuar në shtëpi në orën 11 të drekës. Po? Ka qenë djali me 2 fëmijë të metur. I madh djalin e ka 22 muajsh, vajzën e ka 9 muajsh. I ka lanë fëmijët në obor duke qarë kur ma kanë marrë djalin, kur ma kanë rrestuar djalin.
se nusja ine ishte në punë. Kur ka ardhur nusja nga puna, nuk i përshon dot kalamajt. E marrë telefon fëmia Qanin, ku arsa me Englant kanë kalamajt vetë. Më thot drita thote, Englantin e kanë arrestuar, pse ka ba denoncim, thot, e di thot se ka tanë, ka ardhë ka radialin, dhe më ka ardhë bjendë makinën. Kur makina ka qenë shpinë time. E qartë. Se bajza thashur, më ka vdek në gjokësin ti noen 3 mas dite ora 1. Po mirë, ky polici që të Që thot ty... vajzën e kam larë dhe kam qepinus me duart e mia. O zonjë, po ky polici që të thot ty kështu, ky polici në momentin që ka konstatuar dhunë të ti, ndaj teja, ndaj atyre tjerve, ky vetë duhet i bënde një kallëzim këti qytetarit Republikës Shqipërisë, sepse policia atë detyrë ka kur shikon gjëra që ndodhin flagrancë. Mirë, sa ta mbledhin ne pak vetën këtu në studio se jemi shokuar nga ky rrëfim tronditës, dalim në hapësirën e parë publicitare dhe rikthehemi me njërë në studio. Mbas hapësirës së parë publicitare jemi në pjesën e dytë të emisionit për të vijuar një rrëfim tronditës, një histori që dihet nga shqiptarët, një 31 vjeçare e cila nuk ja ka dalë mban luftën me kancerin dhe ka ndruar jetë në një korrik të 2025-s. Po bie zile dhe do lidhemi me ish-bashortin e së ndjerës në këto çaste. Shpresoj që Zoti Edi të na përgjigjet. Zile bie dhe ne do t'i prezantojmë. Përshëndetje. Përshëndetje. Zoti Edi, unë jam Evi Sameti, drejtuese e emisionit Me Zemër të Hapur në televizionin News 24. Të kërkoj ndjes për shqetësimin, por ditën e sotme po trajtojmë rastin e ish-bashortes tuaj, e cila ka ndruar jetë në një korrik të këtij viti. Po. Ju jap ngushëllimet e drejtë për drejta në emër të emisionit, redaksisë. Do doja të dija fillimisht si është gjendja e djalit tuaj. Shumë mirë, shumë mirë. Vazhdon të jetë i qetë, e kërkon nënën. Po. Sepse Po, tani e kalovi pak me vështirësi. Keni kaluar shumë periudha të vështira, me akuza të ndërsjellta edhe kur e ndjera ishte gjallë, apo jo? Me urdhra mbrojtje, me kërcënime. Po ka vite, me gjitha të ne dhe u pajtuam, kalonim shumë mirë, bashkëtonja me Drinedën. Kemi qenë shumë të afruar. Ditën e varrimit në fakt keni pretenduar që djali është prona juaj, apo jo? Po, bashkë, normalisht. Pra djali është prona juaj? Më falë, normalisht nuk është prona juaj djali. Është avokatja, po jo prona juaj. Margarita Kola. Të lutem, ndryshoje këtë lloj mentaliteti. Pra, djali thot zonja Margarita Kola nuk është prona juaj. Biologjik, është djali juaj, po jo prona juaj. Unë jam kujdestari djalit tim. Jo, nuk je kujdestari djalit tënd. Ushtron përgjegjësinë. Ushtron përgjegjësi prindërore, por nuk je kujdestari djalit tënd. Koncepti kujdestarisë është tjetër gjë. Mirë, ta lëm pak këtu, besoj se zotria na mirë kupton. Ju thoni që gjithçka deri në momentin e vdekjes nënës së djalit, bashkëtonit dhe kishte zgjidhur gjithçka. Në këto 3 muaj ka lidhur një tjetër problem. Ajo e një makine që ka qenë në përdorimin e nënës së djalit tënd. Po. Mund ta dim se nuk është pronë e zonjës, ajo i është dhuruar nga ana e vllajt. Çfarë lidhje ke me ish-kunatin? Kam pasur marrëdhënie të mira. Atë makinë ja blevi Drineda, nuk ja dhurovi ai. Po? Dhe ajo makinë normalisht në akt trashëgimie, çela aktin e trashëgimisë dhe të gjithë pasuria e Drinedës i kalovi djalit tim. Po trashëgimtarët e radhës parë, përveç djalit tënd, ka dhe pjesëtar të tjerë, apo jo? Po s'ka pasur se Drineda jetonte vetëm me djalin tim. Në certifikat familjare ka qenë vetëm me djalin tim. Po çfarë ka ndodhur? Pse ke denoncuar ish-kunatin ti? Ka qenë vetëm me djalin tim. Të ka dhunuar ish-kunati ty për çështjen e makinës? S'm ka dhunuar, kush tha që më ka dhunuar? Nuk të ka dhunuar. Jo, vetëm më ka kërcënuar, më nxjerr një gazetare në telefon, jo do të nxjerr në stopi, jo, ku e di unë. E qartë. E mban makinën pa të drejtë, qarkullon me makinën e djalit tim, unë ja kam paguar të gjitha dokumentat, që kur ishte gjallë Drineda, me siguracion, me kualitim. Makina e djalit tuaj, po djali juaj është 12 vjeç, nuk ka patent, besoj. Po s'ka patent, po është pronari makinës i mjetit.
Gjithsesi, unë paralelisht, për t'ju thënë, kam edhe zonjën Drita nga Greqia, ajo ka treguar versionin e saj, por ne donim të dëgjonim të dyja palët. Zonja Drita, më dëgjon? Sa duan tani? E duan në makina? Ja, prit pak, të lutem, zoti Edi, të kërkoj ndjes. Atëherë, zonja Drita, e keni ish-dhëndrin tuaj, i cili e përshkruan situatën si tepër normale, pavarësisht historive që ju keni treguar në televizion dhe gjithë shqiptarët e din, që nga tortura, tek divorci dhe gjithë shka tjetër deri tek mos respektimi i zis. Po. Atëherë, a i thot që makinën vajza juaj e ndjerë e ka bler nga i vllai. Jo, të lutem, thash, vajti djali me vajzen, edhe i thanë që nuk bëhet akdhurim, asë një fjalë qalem këshu, thjesht thot, i tha ta bash akshitje, por nuk paguen, thosht lek se një bëjnë një familje. Nuk lejohet që të bani akdhurim. Si që ka thanë vetë edhe noteri, nuk ja di emën ja di i mbirë. Po? Edhe prandaj ai thotë si zotnia që e ka bler. Zonja Drita, pse qëndroi në komisariat djali juaj? Vllai të ndjerës. Pse qëndroi në komisariat? Po, kish ba në fjalë Edi, kish bërë donancim sikur djali im ka rrahur nipin tim dhe ja ka bjedh makinën, që makina ishte të shtëpia ku vdi. Pa i sapo e pohoj që nuk ka pasur dhunë. Po jo, ne kemi mërda një shumë të mira me nga. Ka ardhur policia e Devovit. Ai pretendon madje, ja dëgjoje, unë kam thot shumë marrëdhënie të mira me kunatin. Ish kunatin. Jo, janë shumë gënjeshtra. Janë shumë gënjeshtra, ju lutem. Qartë. Janë shumë gënjeshtra. Ja ta dëgjojmë Edin, zonja. Zonja Drita, ja ta dëgjojmë. Ato që thot Edi janë gënjeshtra. O Edi, po ish vjera thot që janë gënjeshtra. 2 ditë rresht, ka shku policia e Devovit për të arrestu djalin. Ka vajtu me datë 23, ora 11, në kalar kalamajt, 22 muash dhe 9 muash në obor, policia e Devovit më ka marrë djalin. Ka shku e të nesmen, por nuk qëllorë të shpi djali, duke i thanë, zotë një prapë se e nglan dangli, po me kërcënon me jetë. Jo, sa është e vërtetë. Kur e nglani nuk ka telefon. Nuk është për e kërcënon me jetë. Po tani, dëgjo, ish vjera juaj, në moshën 53 vjeçë në kapse të gënjej, se unë kam folur edhe me kunatën tënde, me bashorten e kunatit. Edhe ajo i pretendon të gjitha këto gjëra. Policia që ka shkuar atje ka marrë një Po pra, ka marrë pra një denoncim. E mban makinën me veç gjithësi. Nuk ka shprona atje, ka shprona e djalit tim. Po pse më zoti Edi nuk mund ta zgjidhni dot me mirë kuptim të respektojë procesin e zis. S'kan kaluar as 3 muaj më zotri. Do ti makinën. Ta mbash. Makina është e makinën. O Edi, 3 muaj kanë kaluar të shkreta. Nuk e makinën sepse është vetëm 12 vjeç. Po, shiko, e para punës djali nuk e përdor dot. Djali me gjak dhe me djers. 1-2 policia mi shkon djalit në shtëpi. Biles nuk ka ma shumë se 2-3 ditë ka qu policinë e Korçës duke i thënë, merre makinën, çoja Edvin Avdiut në shtëpi se nuk ta di shtëpinë Edvini e di shumë mirë shtëpinë e djalit tim. E di shumë mirë Edvini shtëpinë e djalit tim. E qartë. Shtëpinë e djalit tim, Edvini e di shumë mirë. Ja, një minutë, zonja Drita, ja ta pyes pak. Edi, pse gjete pikërisht këto 3 muajt e parë, nuk mund ta lije dot pak në qetësi sepse djali yt 12 vjeç nuk e ngjet dot atë makinë. Dhe lufta për një pronë të tillë, për një makinë të tillë, është pak absurde, se mund ta gjeni me mirë kuptim. Këtë i thua që me ish kunatin shkoj mirë. Po ku është mirë kuptimi? Ta denoncosh në polici? Absolutisht, të lutem. Absolutisht, se po shkonte mirë. Nuk ishte ardhur policia në që të shtëpi. vishte në DNI. Sa ju thoshte makina është timja. Po? Nuk është makina jote, më. Po si nuk qënë ka më makina e ti? Brënda familjes, aja ka dhuruar të motrës. Që është e djali tim. është e djali tënë. Makina është e Glen Danglit. E ka sjell djali Havostan Bilem Denisi, e ka sjell me kamion nga Belgjika. Janë mesazhe ka djalin telefon. Ashtë, ku i thot? I thot Reda, selam aleikum i thot, vëlla Deni. A ka mund që thot të plasim bashkë? Po pse mund të iksin e telefonit se kam pas telefon tim? Të telefon Drinetës. Edhe i thot, aleikum selam o Drineta, thot, po nuk kam kohë të plas, një minut. Nuk kam kohë të plas, thot, po kam punë, kam me problemet e mia. Por, vllai jo thot, Anglikar, thot, me 6500 në Shqipëri. Dhe
I ka hy vetja në qep, thot, se ka ndruar mendje. Unë, thot, makinën e kam nisët me kamion. Kur të bia atje, thot, dhe që ta marre. Makina shumë e shtrenjtë. Gjinje. Ta them unë tekstin. Po mimo, o Edi, një zonjë, kjo zonja gënjen. Atere, të lutem, zonja Drita, Edi, e marim të mirë qenë që kjo zonjë nuk po thotë vërtetën. Po përpara se të shkoje në polici, për shkak të dhimbjes se ka kaluar brenda një viti kjo familje, pak respekt për këtë familje, për atë që iku dhe atë çfarë i ke bërë asaj të ndjerë. Nuk mund të uleshit bashkë. Po, ja dëgjojmë avokatën. Ja të dëgjojmë pak të avokatën të lutem. Para njërë kjo nuk është çështje penale, me natyrë penale. Dhe ore të dëgjojmë që ja të lutem, të dëgjojmë specialistën. O zotri, ta dëgjojmë dhe ca shqiptarë të tjerë këtë, se tani vjet në dispozicion investojnë njerëz këtu, ta dëgjojnë pak të ta marrin vesh shqiptarët, se ka ndosë një ngjarje tronditse këto ditë. Edhe për edukim ligjor qytetar po flasim. Tani e para njërë, kjo është një çështje, të paktën çështja e makinës, është një çështje pastër civile. Nuk ka nevojë të vesh fare në polici, sepse policia, në qoftë se ky zotria ka vajtur për makinën, jam e bindur që policia i ka thënë, e ka minimumin e profesionalizmit, ti ke thënë që o zotri, kjo është çështje civile, shko zgjidhje me gjykatë. Pra, kjo është e para. Në qoftë, o zotri, po ta mbarojmë, o zotri, ta mbarojmë, nuk jem e mu në konflikt, zotri. Unë kam ardhur këtu të shpjegoj nga ana ligjore. Unë dua makinën e djalit. Djali e kërkon makinën e Më dëgjo mua se si është rruga, në qoftë se ti do ta marrësh makinën e djalit. Më dëgjo mua tani, dhe se po ti ishte se kishe... Po e dole të paguaj kredini që ka marrë Drinida. O zotri, të lutem ta ndërpres, sepse duhet të më lejoj të flas. Atere të lutem, zotri, të lutem, a mundet të mbaroj logjikën avokatja dhe ndërmjetësa Margarita Kola, a mundet? Mos e kundërshto, se po interpreton ligjin. E para. Pastaj flasim për specifika. E para, ky zotria dhe njëherë po them, nuk duhet investoj policinë e shtetit, sepse në qoftë se është çështje për makinën, është me natyrë të pastër civile. Po, është e pastër civile, dhe besoj, dhe dua ta besoj këtë fort, që e kanë kaq minimum profesionalizmi, policët dhe policia e shtetit, që ti thoj zotri, kjo është çështje civile, shko zgjidhe me gjykatë. A në qoftë se ky zotria ka bërë dhe kallëzime të tjera, që i bie në interpretim të ligjit, që ajo zonja të ketë drejt kur thot që ky ka bërë kallëzim për dhunë, sepse vetëm atëherë vjen policia kur shikon që mund të ketë ngjarje. Po pra, po kot nuk i ka ardhur policia. Pra po bëj algoritmin e kundërt për të nxjerrë situatën. Po këtu duhet të dëgjoj dhe policia kortës. Tani, pra, që zotria në transmetimin e sotëm thotë jo s'ka pasur dhunë. Po, në qoftë se ky ka vajtur për dhunë, atëherë policia investohet, sepse policia do të parandalojë ose mendon që të shikojë që palët e zgjidhin. Tani, edhe për këtë rast, policia vjen për momentin, po policia brenda 48 orëve kalon dokumentat, i kalon, do të thënë kallëzimin, e kalon denoncimin, e kallëzon që të bëhet kallëzim e çon në prokurori. Pra, mbaron punë policia këtu. Pra, në qoftë se ka kaluar një kallëzim prokurori, do investohet prokuroria, do hetoj nëse ka pasur dhunë apo jo. Në lidhje me makinën, së pari një herë, po i sqaroj një gjë të dyve, edhe gjyshes, edhe zotris. Tani, së pari një herë, ta nisim nga kodi moral. Do me thënë, kjo lloj sjellje nuk tregon as pak respekt për nënën e djalit, në mendimin tim. Në qoftë se vërtet marrëdhëniet në çift kanë qenë kaq të mira, sot normalisht ky zotria duhet të ishte në vajtim, ose duhet akoma do me thënë të dihesh keq dhe të ishte në mort për gruan e ndjerë që i ndroi jetë. Po kjo është morale, kjo varet nga gjithsecili, se si gjithsecili e zgjedh të. Unë do ta zgjidhja kështu, dikush tjetër nuk do ta zgjedhë, le mos ta zgjedhë. Por është mungesë respekti për nënën e djalit të tij. Djali sot është 12 vjeç, po një ditë do ta gjykoj kur ta kuptoj dhe kur ta marri vesh. Gjithsesi kjo është zgjedhja e këtij zotris. Flasim për makinën tani. Shiko, në qoftë se palët nuk merren vesh në lidhje me një send, ai është një send i luajshëm, është një makinë. Okej? Ky zotria, në qoftë se pretendon që vërtet ka një konflikt të tillë, atë makinë, sipas këtij, ka mendimin e tij ai, i takon djalit të tij sepse e ka bler ish bashortja e tij, ky zotri duhet i drejtohet gjykatës. Okej? Dhe në këtë rast do përfaqësoj djalin e tij,
Sepse është djali ti, i cili ka legjitimitet për këtë gjë, por në kushtet që është i mitur, do vej ky, mos kujtoj se do ta marri ky makinën. Edhe në qoftë, po do ta ndaj gjykata këtë gjën. Pra nuk është ky. Ky është në kushtet e vetë gjyqësisë tani, që vete dhe ja kërkon ta zgjidhi këtë gjë jashtë rrugës ligjore. Kjo është vetë gjyqësia. Kur njerëzit zgjedhin, të mos i drejtohen organeve kompetente, që në këtë rast është gjykatas, sepse është çështje e pastër civile, por ky zgjedh ta marrë fatin e vet në duart e tij. Dhe është ky tani që po bën veprime të paligjshme. Po mor zotri, ke bindjen ti që kjo i takon çunit tënd? Djalit tënd shko drejtohu gjykatas, sepse ajo dëshmia e trashëgimisë të jep ty pjesët ideale, po nëse pasuria është e paluajtshme, do shprehet gjykata vlla. Sepse këti nuk besoj se është regjistruar në ndonjë certifikat pronësie tani që djali ka në pronë një makinë. E kupton, nuk e ka. E kupton dhe s'ka se si ti regjistroj. Po do shkoj tani dhe ta ngrej këtë pretendim në gjykatë, do vendosi gjykata. Do thoj gjykata, pronare e kësaj makine është djali për shembull. Dhe djali, nëse gjykata do ta thoj këtë, atëherë do ta marri djali makinën. Sepse proceset e ndarjes së pasurisë nuk janë vetëm kështu. Të njeh pronar gjykata, po pastaj dhe të thot pronar për kë, për cilën, pra e bën konkrete. Pra nuk ka kështu, pronar për një makinë, pronar për makinën kaq, tipi kaq, me vlerë kaq, se është pasuri e luajtshme makinë. Dakord, dua të bëj një pyetje specifike. Në rastin konkret, çifti ka qenë i divorcuar që në 2020. Makina është blerë në 2022-shin. Apo jo? Çelja e aktit trashëgimisë, kush janë trashëgimtarët e radhës parë? Trashëgimtari i radhës parë është djali, ky bashkëshorti nuk është absolutisht. Vetëm djali. Po vetëm djali normal është i radhës parë. Nuk ka asnjë trashëgimtar tjetër përveç djalit. Shiko, ata janë të radhëve të tjera. Por ligji thot, nëse nuk ka të radhës parë, ka trashëgimtar të radhëve të tjera. Okej, tani në këtë rast është gjykata që foli, sepse kjo lloj çështje nga pikpamja morale dhe kështu njerëzore shumë e thjeshtë. Kërkon vetëm mirëkuptim, po nga pikpamja ligjore ti do përfundosh në gjykata zgjidhësh të çështje. Patjetër. Dhe unë po i them këtij zotrisë, duke i marrë të mirëqëna të dyja palët që po thonë të vërtetën në këtë studio televizive, që ky zotria duhet i drejtohet gjykatës. Biles, në mendimin tim juridik, kjo ha diskutim. Po, shiko, unë nuk e di çfarë dokumentash, sepse ky, nëse nuk ka një kontratë, pra pretendon kështu që ka një kontratë, po ky nuk i paraqet gjykatës një kontratë shitje, natyrisht gjykata do t'i arrëzoj poshtë pretendimin. S'ka kështu, ka kontratë, unë di që ka kontratë, ja ka shitur. Po, a mund të shkohet vetëm për një makinë me atë vlerë që ka makina në gjykatë? Shiko, unë nuk do të shkoja. Unë nuk do të shkoja, duke njohur sistemin e drejtësisë shqiptare. Nga kërkesat që ka, jemi të shokuar akoma nga ajo ngjarja tronditse që ka ndodhur. Tani duke njohur këtë sistem që është në mënyrë të tillë, që ka vonesa nga 16 vjet kam çështje unë për gjykata të klientëve të mi, unë nuk do pranoja të shkoja në gjykatë. Sepse gjithë shpenzimet gjyqësore që do bën ti ndoshta janë shumë të mëdha sa vlera e makinës. E dyta, makinën për çfarë do? Për trofe? Sepse djali nuk e përdor makinën. Atëherë i bie që ti po mendon për interesin tënd nëse e merr makinën. Mundet që gjykata po i dha të drejta përdori zotria? Jo, zotria nuk do ta përdori. Nuk e përdor. Nuk do ta përdori. Pra do rri aty, do ka. Është ai akti përdorimit që themi neve. 6 vjet do rri aty derisa djalit pa isë. Djalit të bëhet, po. Dhe ajo makinë do të ketë amortizime të tjera. Dhe gjëja tjetër është, dua të them edhe një moment tjetër. Prandaj dhe unë pata një lloj reagimi kur tha djali është prona ime. Jo zotri. Djali nuk është prona jote. Prandaj dhe ligji pronën e djalit nuk ta kalon ty. Gjithsesi po them diçka tjetër, sepse ajo pronë është vënë jashtë martesës mbas zgjidhjes së martesës. Tani ka edhe një gjë tjetër. Kujdestarinë e këtij fëmie, ose ushtrimin e përgjegjësisë prindërore, që t'jem korrekt me terminologjinë, se ajo nuk është kujdestari, është ushtrimi i përgjegjësisë prindërore, në mënyrën si e ka dhënë gjykata, e ushtronte në pjesën më të madhe nëna. Atëherë, ky ka shkuar në mortin e nënës dhe e ka marrë djalin. Okej? Nga ana morale, të gjithë do më thonë, që më ndjekin në këtë moment, shumë mirë e mori babaj. Shumë mirë e mori babaj, po a ke akoma një vendim gjykate. Do i drejtohesh tani gjykatës, sepse
Ushtrimi i përgjegjësisë prindërore, prandaj ligjvënësi e ka bërë në mënyrë tillë, nuk merr asnjëherë formë prerë. Në çdo moment palët e kërkojnë. Atëherë, ky duhet i drejtohet gjykatës për ndryshimin e vendimit të ushtrimit të përgjegjësisë prindërore dhe pastaj e ka djalin në mënyrë të ligjshme. Ky zotëria që pretendon. Pra, kjo që këtu fillon thelbi, gjyqja mund mos ja jepte në ato moment. I thoshte zotëri, këtuja gjyqja është treguar shumë mirë me moralin, ka thënë është babai, ka prioritet në lidhje me mua, po ja jep babait. Por në kushtet e ligjit, ky duhet i drejtohet gjykatës me një padi për ndryshimin e vendimit numër X të datës X. Pra, ky zotëria në radhë të parë, kërkonte makinën, të kërkonte përgjegjësinë duhet të bëj këtë, se po flas me ligj, pastaj ky zotëria si përfaqësuesi djalit, sepse është i mitur, do legjitimohet të vej të kërkojë në emër të djalit, gjithmonë në emër të djalit, këtë makinën, duhet aprovoj në gjykatë që kjo makina është dhe i takon mamasë djalit dhe pasaj t'i kaloj djalit dhe djali nuk e përdor dot makinën, sepse është në kushtet e mos përdorimit të makinës. E mbyllim këtu këtë pjesë të dytë me zonjën Drita dhe me Edin, do rikthehemi me njëherë, mos u largoni nga lidhjet e drejtë për drejta, hapësira e dytë dhe fundit publicitare, dhe rikthehemi në pjesën e tretë për të përfunduar gjithçka, për të bërë pyetjet e duhura në bazë të logjikës ligjore që sapo mbaroi komentin e saj avokatja dhe ndërmjetësja zonja Margarita Kola. Publicitet. Mbas hapësirës së dytë publicitare jemi drejt për së drejti në pjesën e tretë të emisionit dhe për shkak të një analize të thelluar të avokatës dhe ndërmjetëses zonjës Margarita Kola, kemi disa pyetje në lidhje me zotin Edi. Edi, më dëgjon? Po. Atëherë, zonja Margarita Kola tha që gjykata ka lënë në fuqi dhe është ende në fuqi pikërisht që ushtrimin e të drejtës prindërore e ka pasur ndjera nëna e 12 vjeçarit e djalit tuaj. Kemi pasur bashkë. Po si e ke pasur bashkë? A keni bërë divorc juve? Po kemi bërë. Po. Dhe gjykata kujt ja kaloi ushtrimin e plotë të drejtës prindërore dhe ti duhet ta takoje. Jo, ushtrimin e plotë, se unë kam pasur takim. Po pra, takimi është me mbajtjen gjithkohës, nuk është e njëjta gjë. Pra, ushtrimin e të drejtës prindërore. Po, shumë mirë ke bërë. Po duhet shkosh në gjykatë ta ndryshosh këtë gjë. Po duhet ta ndryshosh këtë mor zotri, duhet ta ndryshosh. Po shkova me zonjë. Kur e ndryshove? Ma jep çik numrin e vendimit, ç'a date dhe ç'a numri e ke? Mirë, sipas e si bie tani atë fëmijat e rinj. Jo sipas meje, sapo the që e ke ndryshuar në gjykatë. Dhe unë po të them, në ç'a date me ç'a numër vendimi e ke ndryshuar? Tani, fëmija ta le rrugëve unë, po t'isha o zotri, nuk po të thot, nuk e merja fare, leçërie. Zotri, po, edhe një herë, në qoftë se po bën lojra fjalësh, avokatët e kanë ardhur fjalën, tani të lutem, po më dëgjoj pra dhe një herë, se është në të mirën tënde. Edi, ku ke vajtur në gjykatë? Çfarë date ke qenë në gjykatë? Pas vdekjes së bashkëshortes. Deklarove tani që e ke ndryshuar vendimin e gjykatës. Kur pra, kur? Në çfarë date dhe në çfarë? Kur e ke ndryshuar përgjigju? Më kalon automatikisht. Jo, nuk kalon automatikisht. Jo, kur? Kur ke qenë në gjykatë? O zotri, po nuk jemi këtu për të Më gaboj 20 korrik. 20 korrik ke qenë në gjykatë. 20 korrik, me një korrik ka ndruar jetën tjera, me 20 korrik ka qenë gjykatë. Nuk ka shanse. Dhe kalon automatikisht. Nuk ka shanse zemra të bëhet aq shpejt. Kush ka qenë gjyqtari i çështjes? Gjyqtari i çështjes kush është? Kush ka qenë gjyqtari i çështjes? Po djali moj. Djali? Gjyqtari i çështjes, mor zotri. Gjyqtari i çështjes, si të them unë mora avokate, pagova avokate. O, zotri, lëri këto se... O, zotri, po ta bëj pyetjen. Nuk ka mundësi që vendimi të ketë dalë ty për ta kesh të ketë ndruar jetë dhe brenda 15 ditëve ty të ka dalë vendimi. Okej? Sepse në qoftë se e ka bërë një gjyqtar, unë do ta falenderoj atë. Automatikisht. Nuk kalon, gjithsesi. Nuk kalon automatikisht. Po si kalovi atëre? Po ty s'të ka kaluar, sa ato po të pyes. Po në trungun tënd familjar është ai. Po si? Që në momentin e lindjes ka qenë në trungun tënd familjar. Janë dy koncepte të ndryshme, të jesh në trungun familjar të dikujt, dhe unë nuk e di si e ke kaluar ti në trungun familjar. O zotri, është tjetër koncept të ushtrimi përgjegjësisë prindërore.
Po nuk po themi ta mbaj dikush tjetër në Ne po kujdestari. themi bëhe sipas ligjit. Por ndryshon nga nëna që ka ndruar jetë të marrësh ti ushtrimin e të drejtës prindërore. Pra, dhe në momentet që po flasim, po e për... Jo, duhet i drejtohesh gjykatës, se ka pas një vendim që ka qenë nëna. Për mendimin tim duhet i drejtohesh gjykatës, po ti nëse ke mendimin tënd, vazhdo me mendimin tënd. Gjykatës me zonjë? Çfarë ti kërkosh gjykatës? Ndryshimin e vendimit ku nëna që ka ndruar jetë ka pas ushtrimin e të drejtës prindërore. Që nëna ka ndruar jetë dhe ti merr përgjegjësinë prindërore të plotë. Jo, nuk është automatikisht, duhet i drejtohesh gjykatës. E para, është interesant se këta mendojnë që ligji është ashtu si është në kokën e tyre. Po mirë më zotri. Jo në kokën tonë. Jo më jo ti ke mendimin tënd. Unë këtu po flas, unë këtu kam detyrë të flas. Bazohesh në ligj bazohet. Po, po ti interpreton ligjin. Po ju ku bazoheni? Tregoj kërkon edhe nenin do të di. Kodi familjes, neni, ligji. Zotri, ta thash, ka një, ja pra ta them unë, ka procedur, ka dhe kod familje, ka dhe procedur civile, që vendimet për ushtrimin e përgjegjësisë prindërore, o zotri, po pse marr zotri, ty do të japë nuk po të themi se të kanë hequr, por duhet të ndryshosh kujdestarin që kishte nëna ta marrësh ti, ushtrimin e të drejtës prindërore. Ti kishe vetëm drejta takimi me djalin. Po, kishe drejta takimi merret plot, sepse nëna ka ndruar jetë. Ore zotri është në të mirën tënde. Nuk dëgjon, është i padëgjueshëm. Atëre, Edi, ke një vendim gjykate në fuqi. Është në fuqi ende që zonja e cila ka ndruar jetë ka pasur ushtrimin e të drejtës prindërore dhe ti, ja, një minutë të mbaroj, dhe ti ke pasur të drejta takimi, apo jo, dhe ti do t'i jepje një pension ushqimor, ti këto i ke bërë. Por të drejtën, të lutem, ta mbaroj pra, por të drejtën e ushtrimit prindëror e kishte zonja ka ndruar jetë tashmë, dhe ky vendim ka rënë poshtë. Pra ti nuk e takon më djalin, po ke marrë përgjegjësinë mbi djalin tënd. Por duhet ta ndryshosh me ligj këtë. Duhet i drejtohesh gjykatës. Ne nuk po themi se s'ke bërë mirë. Shumë mirë ke bërë, por atë vendim gjykate duhet ta shfuqizosh, sepse ka ndruar jetë ajo që ushtronte të drejtën prindërore dhe këtë të drejtë do ta marrësh ti, po ama me vendim gjykate. Gjithsesi, unë shpresoj ti je bindur në këto momente. Jo, pa vendim gjykate tani, unë e le djalin e le ta mbaj kush do. Jo, nuk është kështu. Nuk është kështu. Ti do t'i drejtohesh gjykatës se djali po jeton me ty. Dhe ti je babai. Në radhë të parë je ti, pastaj vijnë personat e tjerë. Në qoftë se ti nuk e mban djali ka se ku shkon. Por edhe të drejtën e pronës së djalit, siç është makina, që ti po e kërkon ti, se nuk po e kërkon djali. Po pse ti ju drejtoke? Si më e kërkon ka djali 12 vjeç kërkon makinën nënës? Po pse ju drejtoke? Po çfarë thua? Po pse ju drejtoke? Në këtë rast ja jep ligji. Ama të drejtën e përgjegjësisë prindërore nuk ja jep ligji. Jo me dy standarde, jo me dy standarde. Për makinën ky shkon në polici dhe thotë që dua ta gjej zgjidhje në një institucion, ndërsa për këtë që ne i sugjerojmë, nuk e kupton fare rëndësinë që është në të mirën e vetë, kupton? Ajo që po i themun është për të mirën e vetë, që t'jetë dhe ai. Po pra, po jo me dy standarde, po s'ka dy standarde. Jo dy standarde. Dhe djali nëse kërkon makinën e mamës. Nëse kërkon pronat e djalit, atëherë kërkon dhe unë mora një shtëpi me qira në Korçë. E jetoja me djalin dhe me Drinedën. Erë rinim në Korçë, kjo nuk sjell asnjë ndryshim në lidhje me makinën. Po. Në rregull? Po. Pasi e kishe torturuar, se ajo ka marrë disa herë urdhra mbrojtje. Karshiteje. Që më 2020-ën, edhe urdhrat e mbrojtjes i merrte kot, se vinte drita, ma dhunon çupën. I merrte kot, do me thënë gjykata ja ka dhënë kot, pastaj shërën si ka. Jo, ka shumë rëndësi. Shikoj, di me kë po jeton djali jot, në qoftë se ato, jo në qoftë se, sepse urdhrat e mbrojtjes janë marrë, ai po jeton me dhunusin e nënës, të cilën nuk e ka më. E kupton? Se çfarë po përjeton djali, do të gjykojë nesër pas nesër. Pra ti, asaj të ndjere, i kërkon një falje publike të paktën sot. Nuk e ke bërë. Ajo që më nxjerr mua në televizion. Jo, ajo kërkon të drejtën e djalit saj, sepse ka ardhur policia. Të drejtën e djalit të saj me unë po kërkoj të drejtën e. Po ka ardhur policia, e ka marrë si një dhunues i nipit, gjë që nuk është e vërtetë, ju e deklaruat që nuk ka rrahur njëri kunati juaj dhe ke marrëdhënie të mira me kunatin, po policia ka shkuar në shtëpi, kanë qëndruar dy të mitur në ambientet e oborrit, se është arrestuar babai. Mund t'i sqaroj edhe një situatë tjetër juridike, me që është shumë kokë fort. Jo, shoqes, është një zonjë dhe nderuar. Jo, më falje vis të sqaroj. Drini ti kanë vjedhur 8 milion lekë.
Po, ajo... Nëna vjedh të birin. O Evis, po ty ç'të duhet? Jo të birin. O Evis, ç'të duhet? Evis, të sqaroj diçka. Shiko, unë nuk doja që parashikimi im të dilte, po ta mbaroj, o zotri, po ta mbaroj, o zotri, se unë nuk të marrë leje ty për të shpjeguar një gjë ligjore. Ja dëgjoj avokaten. Më dëgjoj ta mbaroj dhe pastaj jep mendimin tënd. Shiko, unë nuk doja që parashikimi im që po mendoja, se mendoja që po paragjykoja, e për shkak të profesionit mundohem ta largoj, nuk doja që parashikimi im të dilte, por në fakt me këto që u than edhe tani, parashikimi im doli, ajo që unë mendoja. Megjithatë nuk është çështja të fitojmë trofe parashikimesh. Tani ideja është kjo. Ky zotria e tha në televizion që nuk ka pasur dhunë dhe ndërkohë një denoncime ka bërë për dhunë. Dhe nga ana tjetër tani pretendon që djalit të tij janë vjedhur 8 milion lekë. Tani, shiko, bërja e zhurmusit nuk është se i jep vlerë bisedës, se kupton? Televizioni është Evis, unë e respektoj televizionin. Uljani zëri regjia ju lutem. është e papranueshme. Shiko, unë e respektoj televizionin se televizioni është një hapësirë publike, që ne duhet ta mbajmë dhe ta konsiderojmë të shenjtë dhe të themi gjërat vërteta në televizion. Tani zotria tha që këtu nuk ka pasur dhunë dhe nga ana tjetër tha që Drinit i janë vjedhur 8 milion lekë. Tani, zotria duhet të kuptojë që ligji i ka presat nga të dy anët, se prandaj thuhet duhet të jetë i barabartë dhe duhet të konsiderojë gjitha situatat. Tani, ky zotria pretendon për makinën që unë i thash është konflikti pastër civil, do shkoj në gjykat për atë, le të paraqesi letra, po i takon makina, ta marri djali dhe djali deri 18 vjeç le ta mbaj në garazh dhe pastaj kur të ketë patent do ta përdori. Është tjetër problem kë. Tani, po flasim për këtë akuzën që ngriti këtu dhe pse i ka çuar në polici këta. Ligji ka dhe një nen tjetër, i cili quhet kallëzim i rem. Kallëzimi i rem është i tillë që në qoftë se ti palës ke investuar prokurorin, policinë e shtetit të gjithë dhe ke qenë i bindur që kjo që po thua është gënjeshtër, atëherë ti zotri i lind të palës tjetër i lind e drejta të të bëjë një kallëzim për kallëzim të rem. Dhe në këto kushte do ta shikojmë pastaj në ato investigimet që do bëj prokuroria, veprimet e veta hetimore, se si do dalë e drejta. Akuza kështu, ke vjedhur, s'ke vjedhur pa dokumenta, do investosh prokurorin, do harxoj lek taksa paguesi shqiptar. Prandaj ka nenin tjetër që është kallëzimi i rem. Kështu që për mendimin tim, dhe ky zotria do jetë shumë shpejt, kështu si po shkon ngjarja, sepse s'pas ka dëshirë as të dëgjoj, edhe gjëra që unë po ja them ligjore që i shkojnë në favor të atij, ky nuk do të dëgjoj, shumë shpejt mendoj dhe më vjen keq që do ndodhi kështu, kjo situatë do përfundoj përsëri në dyert e prokurorisë dhe të policisë, sepse dhe pala tjetër ka drejt të shkoj tani dhe të thoj ke bërë kallëzim të rem, nuk ta kam rrahur nipin, nuk të kam vjedhur lek, sepse me sa po shikoj, personi që ka shumë i fokusuar te çështja materiale, një makinë, ca lek, po nuk na tha asnjë gjë për gjendjen shpirtërore të fëmijës, më fal, për gjendjen shpirtërore ti, ore, po vuan ky, se ky thot që unë jetoja me atë, kisha marrëdhënie shumë të mira me atë, nuk ka rëndësi çka ka ndodhur përpara. Jo, të gjitha këto, edhe gjykata, e cila është mbi palët, shikon kontekstin e ngjarjes. Edhe gjykon. Vjen më keq në gjithë këtë duhet marrë gjithë kontekstin e ngjarjes, nuk është ndark shumë e thikë kjo gjë. Duke lënë më njanë fëmijën. Jo se është më pak i rëndësishëm, por më vjen keq për atë zonjë, e cila edhe për zgjalli, edhe në momentin e lëngimit në shtratin e vdekjes, por dhe tani aty ku ndodhet në varr, nuk po e lën rehat. Vetëm për këtë më vjen keq, sepse djali po jeton me njeriu që i torturoi nënën. Dhe djali 12 vjeç mban mend gjithçka. Dhe djali 12 vjeç tashmë po kupton se si po luftohet për diçka që nëna edhe mund ta ketë pasur në pronësi, edhe mund të jetë duruar. Kjo pastaj o Evis, unë thashë zgjedhje personale e njerëzve. Tani, nëse ndërgjegja jote nuk të ndalon dhe të thotë që ore ndalo pak,
ka vdekur nëna e fëmijës Po në qoftë se ka pasur dëshmitar që ajo në shtratin e vdekjes që ne e shikojmë, është torturuar nga ky person, atëherë nuk kemi çfarë flasim. Po çfarë flas? Prandaj po them, u mundova të shpjegoj anën ligjore, megjithëse është shumë e vështirë të ndahet nga ana morale. Dua të shkoj ke Drita. Zonja Drita, më dëgjon? Po, ju lutem. Atëherë, avokati e shpjegoi shumë mirë. Si për kujdestarinë e fëmijës që zotëria duhet ta ndryshojë atë vendim gjykati që është ende në fuqi, pasi vajza juaj e ndjer është larguar nga kjo jetë, por edhe tek çështja e makinës. Megjithatë, ju linde drejta që ju ta denonconi këtë zotëri për një kallëzim të rem, sepse në minutat e para që unë e pyeta, tha nuk më ka dhunuar njëri dhe nuk e di pse ka shkuar policia në shtëpinë e kunatit se unë kam marrëdhënie të mira. Prandaj e keni dëgjuar me shumë kujdes avokaten, do keni mundësi ta kontaktoni edhe pas mbarimit të këtij emisioni, ajo vjen shpesh në Korçë, prandaj merrini masat ashtu siç duhet. Zoti Edi më dëgjon? Po, ja një minutë Rita, se u ta mbyll me ty. Shumë mirë. Zoti Edi. Policia i vajt në shtëpi se nuk ma jep makinën, më zonjë. I thashë mban makinën me veç gjyqësi. Por është një çështje civile që zgjidh gjykata dhe jo shkojmë në policia. gjykatë. Shumë mirë, tani ku qëndron këtu ja? O Edi, Si djali nuk e ngjet dot makinën, më një ka minutë. dhunuar leqës, si ka shanse njërë të më dhunoj ai. Po nuk vjen policia për një makinë. Nuk vjen policia për një makinë, për çfarë vete policia? Më zonjë, ato gjoba ka marrë 4 gjoba. Duhet i paguaj djali im tani? Sepse policia Si e e di përdor ligjin me djali tim ai? O Kush e zotri, është autorizon çështje atë civile, person? mor zotri. Si po ta mban me dhunë? Si po ta mban me po me dhunë? çfarë Atëre, po e mban? Edi, për çfarë do atë makinë ti? Për çfarë do? Ke Se certifikat 18 vjeç as nuk e shet dot as. Registroj fare, do ta do lë deri ishte sa mbajtje me dhunë, nëse do ishte një Ama vetëm ish kunati jot mos ta kishte. Ama vetëm ish kunati. Nuk do e ngasë, se Drineta e ka lënë, unë kam edhe video ku më ka thënë që vetëm Englantit mos ja lër makinën, vetëm atij mos ja lër makinën. E presim këtë audio. E presim këtë audio të Ka najsim. thënë pse do ta ndjera, presësh, po dëgjoje? e ndjera është në botën Jo, tjetër. ma jep ta dëgjojmë. E ke aty, urdhro. Vëre afër mikrofonit. Nja ta dëgjojmë. Çfarë thotë ndjera në lidhje me makinën? Ka thënë që vetëm asaj mos t'ja lë, vetëm Vetëm vllajt mos vllajt, t'ja lë. po. Po edhe sikur të jetë kështu. Ja, Nuk ta zgjidhen çështet dëgjojmë, pa ta manet. dëgjojmë. Edi, më duhet ta mbyll emisionin. E ke audion apo jo? Nuk e Po ka. e kam me zonjë. Po ma E jep kam pra. ja ta dërgoj. E kam me video me kështu. Jo ta dërgosh, mund ta shfaqësh Mund ta tani. shfaqesh tani, jemi live. Po si ta Shfaqe. shfaq tani? Duhet Ju lutem, unë po kthesh Është rënd kjo, ë? Mami, Ja, një minutë, ja, zonja Drita, po Drita? që unë t'ja kaloj thot Englantit makinën. Thoj. Betoju në Unë i kam mesazhe. Betoju në Zot po t'ja linte makinën Englantit ajo. Edhe çfarë ka thënë përpas se të vdisë? Drita, Unë po të them, i kam mesazhe, Betoju, kur ka marrë në betoju. Greqia. Mami, Tani, do betoju, shko, tani. ore, do të them unë t'ji nis Englanti mesazhet, po them se nuk di t'ji nis. Mami, Mohoje unë po tani, them, mohoje që do Drineta shkoj vetëm thot në atij, prokurori. mos ja lër po Edja mos makinën. i shpro presion një zonjë që brenda vitit ka humbur dy persona. Nuk e di çfarë do mendoj. Nuk e di këtu çfarë me do mendoj, kështu, po të ja, mami ka që thënë do më kështu apo jo? ngjelet peng. O Edi, po trego më pak respekt të lutem. Është një Dhe me- zonjë po them. që ka Mami, një tha, vit që ka humbur dy Po është persona. gjyshja e djalit të tim, o është gjyshja. Një minutë, pole, nuk të pengova, nuk ndërhyra. Po, zonja Drita, ma Duke largoni erdhur pak nga regjia. duke erdhur nga Regjia, ju Greqia, lutem. vajza po kthehej nga spitali i Tiranës. Po. Kur vati për kokën, edhe më shkruan mesazh, do i them nusës bilim të t'nis nusja se nuk di t'i nis. Okej. Thot mami, kur të kthehem thot, do shkoj në prokurori thot t'i lejmë prokur Englantit t'ja kalon e mërbetët makinën. Pse thash Drineta? Se nuk e di çfarë do mendoj, thot mami do m'ngelet peng thot. E qartë. Mirë, a e mbyllim Unë tu do i se... them nusës time Po. petanis. Megjithatë tash kur të them nga Greqia do vi unë me Pa dokumente. tjetër, atëherë do bëjmë një dokumente. tjetër emision. Edhe diçka. Do bëjmë një tjetër Edhe diçka, emision, po po. kuptoj që qëllimi është makina. Tani Sa e turpshme. që është shumë e turpshme. shumë e neverishme, Çfarë do po lloj vlere po ke po më ta? dëgjoj një Edhe çik. koskat Po i e them edhe vajzës diçka time me me ligj. Ke drejt, Që në drejt. qoftë se edhe sikur ajo makinë, se do jetë pjesë e procesit, ë, gjyqësor. Po edhe sikur ajo makinë t'i kaloj pronësi djalit, e kupton? Ky zotria, që e ka kaq merak makinën, nuk do mundet ta shesi dot. Okej. Okej? Mirë, e mbyllim tu me shpresën se zonja Drita edhe do vi pritshmëritë shumë që ka, shpejt. Faleminderit. shumë shpejt do t'i dalin Drita. këto që po them unë. Me tha kështu, makinën thot e kam shitur unë, do vinë të këtë shtëpia Englantit ta marrin. Nuk e shaf sa se djalin e ke vetëm kujdestari thash ti. Nuk e vepron dot.
Gjej me datë 9 shtator, makina ka qenë më Drinedës. Se më tha djali, mami nuk do të ndryshoj, thotë ta marr kujtim të motës së Qartë. Ky është vajtur vet, edhe ka ndryshuar nga jemi Drinedës te jemi në Erkidit. Po si e ka ndryshuar? Si e ka ndryshuar? Atëre, zonja Drita të mirëpresë shumë shpejt në Tiranë. Po si e ka ndryshuar me se ka procedura se po na çudisni tani? Konsideratët parën tjetër ka bën ndryshimin. Zonja Drita, të presë kur të kthehesh nga Greqia në Tiranë, do jemi bashkë në këtë studio. Faleminderit që më premtove, Edi. Është larguar. Kur ka vdekur Drineda, në makinë e bazës kanë qenë 2 origjinali dhe fotokopja e aktit dhurimit që ka dhuruar për djalin. Ky atë ditë që ka vdekur Drineda, ky ka vjedhur në makinë. E qartë. Mirë, me sa duket do bëjmë dhe tjera emisione. Në qoftë se ka pasur akt dhurimi, janë të gjitha të depozituara edhe tek noterja, nuk është problem. Atëherë, zonja Drita të presë në Tiranë, faleminderit që ishe me mua në studio. Është larguar, Edi, po? Atë ditë që është arrestuar, ka bërë deklarimin që gjitha fjalët që ka thënë Edbin Agronavdi janë gënjeshtra. Nuk ka rrahur djalin, s'ka vjen makinë ka qenë shtëpi. Po sa po e tha dhe në emision live. Po, dhe ka kaluar në prokurorisë ku kalon. E ka bërë djalin qatë natë. Drita. 11 kanë arrestuar fëmijë duke më çarë në borë. Drita, të lutem. 22 muaj dhe 9 muaj. Qartë, e kuptoj që je ngarkuar. Policia shtetit tonë. Drita, të lutem më dëgjoj. Jemi në fundin e këtij emisioni. Ky është vetëm hapi i parë. Të presë në Tiranë. Faleminderit që ishe me mua drejt për së drejti nga Greqia. Faleminderit, do dëgjohemi. Por duhet ma zgjidhni djalit për pronën e vet. Patjetër. Drineda ime me 54.000 lekë të vjetra nuk e dhe do të makinën djalit. Se Drinedës time ja binja unë lotin artificial. Lotin artificial ja binja unë. Zonja Drita, do kemi mundësi t'i flasim nga afër. Faleminderit edhe njerë. Që tha zotnia ja kam pagu Qeran. Qeran 120.000 lekë ja pagon të bashkia e Korçës, 50.000 lekë pagonja unë. A ka mundësi mos t'i konsumojmë sepse jam në fund, ti do vish në Tiranë dhe do jemi bashkë, ti themi të gjitha? Ju lutem, pa të shkuptime pa, po nga që tha që ja kam paguar, ka paguar bashkia 120.000 lekë të vjetra dhe 50.000 të vjetra pagonja unë. Do kemi një tjetër mundësi takohemi nga afër në këtë studio. Faleminderit Drita që t'kisha nga Greqia, faleminderit zonja Kola që ishe me mua në studio, faleminderit edhe ju miq që na keni ndjekur ditën e sotme drejt për së drejti. Është një çështje që do jetë në vijim të trajtimit këtu në studion e emisionit Me Zemër të Hapur. Zonja Drita sapo të kthehet nga Greqia do jetë pjesë e kësaj studio. Deri atëherë miru takofshim.